Mirëmbrëma të dashur ndjekës të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, zonja Balluku është thirrur në SPAK dhe ka munguar. Mos po mundohet zonja Balluku të gjejë mbrojtjen nga SPAK siç bëri zoti Veliaj para arrestimit të tij? Dhe mund ta shihni si është goditur? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar. Siç e kam thënë gjithmonë, erdhi fundi këtyre. Ka marrë një temperaturë shumë të lartër tirania. Ajo tirania e kuqe për 46 vjet dhe kjo tirania e vrasjeve, e grabitjeve për 35 vjet. Pavarësisht se unë i quaj 33 vjet që në kohën kur Berisha ka hyrë që në prill të 92-shit. Të dashur shqiptar, unë e thash edhe mbrëm. Gazetarja më kanë nxjerrë një foto dhe shoh ish zëvendës kryeministre. Po e them ish se për arsye asaj i vajti për arrestim i ka vajtur që të premte dhe të hënën duhet ishte me duar të lidhur. Të dashur shqiptare u largua për mbrëm dhe ka erë sot që në 6 të mëngjesit. Siç e tham edhe ne, unë e thash edhe publikisht, ajo kudo që të vi, o çdo njeri që ka dërmend tiku që ne Edi Rama, ne Berisha, ne këta të quajtur kryetarët e partive, nuk kanë kuvend sepse është dispozicion Amerika. Amerika i ka përqendruar syt direkt në Shqipëria, sepse këtu është bërë një krim për 30 e ca vjet dhe është bërë një vrasje e qëllimshme, sidomos ajo 7501 që ka vrarë vëllai me motrën, me kushririn, me lagjen e me qytetin. Pra, zonja Balluku erdhi që në mëngjes herët dhe zonja Balluku prap nuk u paraqit vetë. Pra, SPAK-u i ka dërguar për të arrestuar kudo që ta gjejë. Pra, nuk është vetëm de Balluku dashur shqiptar. Këtu do arrestohen me qindra këto ditë. Ju e pat edhe vetë se çfarë bëri në parlamentin e quajtur, në parlamentin e hajdutëve, në parlamentin e shqipfolësve, në parlamentin e kriminelve, ordinerë, që nuk janë kriminel trima, po janë kriminel ordiner, vajti i SPAK-u, së bashku me kryetar e prokurorisë, i tha ato që i përthënë, u ngritën të quajtur deputet dhe e sulmonin ata që sulmonin kryetare SPAK-ut, ata janë për të arrestuar. Ata flet të arrestimit të tyre e shprehur. Pra, të dashur shqiptar, siç e thash një sekondë më parë, tirania ka marrë flak. Ka marrë flak nga këta shqipfolësit. Pra, arrestimet, ajo duhet bëhet arrestim urgjent, sepse i ka vajtur jo vetëm asaj, po ka vajtur shumë ish ministra, ish kryeministra, ish presidenta, u ka vajtur fletila për të arrestuar. Do përfundoj çdo gjë, për arsye se Amerika ka dhënë fonde. Unë kam thënë më përpara që nëse tallet një njeri me $1 amerikan e gjen vdekjen. Do thotë sepse Amerika e do Shqipërinë, Amerika po përpiqet, ka 35 vjet që ta bëjë Shqipërinë në rregull dhe Amerika po përpiqet për 97% të shqiptarëve. 3% do t'i marri lumi. Skandal në Europë. Në Europian, vjen akuza kur t'i rrezikon sigurinë. Profesor, mund të na sqaroni pak situatën, çfarë po ndodh në Kosovë? Shqiptarë, unë e kam thënë gjithmonë, në Kosovë ka muaj që janë bërë zgjedhjet, por nuk ka qeveri. Pra, 2 ditë përpara u përpoqën për të bërë qeveri. Nuk mund të bëhet qeveri e Kosovës sepse i ka vjedhur kosovarët. I ka ofenduar kosovarët. I ka lënë rrugëve të botës kosovarët. Janë të shpërndarë në përbot, në Gjermani, në Francë, në Austri, kudo, në Zvicër, sidomos janë shumë shqiptarë nga Kosova në Zvicër. Pra Kurti e ka ngritur sot me të madhe, gjoja po e organizon në ushtrinë se ndjen
diçka nga serbët. Këto janë mashtrime, dashur shqiptar, për të thënë kosovarëve që ja, unë jam patriot, ai se një fare patriotizmin. Se po ta njihte patriotizmin, ai mbante këtë flamur në zyrë dhe kudo. Kurse ai mban një flamur blu, me ngjyrë pak a shumë si oranj, si portokale, pra me ngjyrë serbe dhe me ngjyrë greke. Pra, ai flamur nuk duhet të jetë në tokën e Shqiponjave, sepse ajo ngjyrë na ka vrarë me shekull. Ajo ngjyrë na coptovi edhe në luftën e dytë botërore që na ka ndarë në 4 pjesë, jo me një pjesë, po me 4. Dikush thot pse 4? Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe Çamëria. Pra, ato janë toka tona. Pra, ky është qëllimi kur ti e ngre me të madhe që mendon që thot jam patriot e me kjo ushtri do të ndihmonte te Kurti. Ajo është Amerika që e çlirovi Shqipërinë. Amerika do të çlirojë komplet tokën e Shqiponjave. Amerika i ka vënë të gjitha në zbatim për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. Për këtë jemi. Pra, dashur shqiptar, sidomos vëllezërit e mi kosovar, kudo që ndodheni jashtë apo brenda, mos keni merak se nuk e shkel dot me njeri tokën e Kosovës. Kosovën ne kemi tokën deri në Beograd. Me dashje, pa dashje, me të mirë o me të keqe, përsëri do vej ku i takon shqiptarëve, ku i takon Shqiponja që ka luftuar me shekuj e me shekuj me serbët, me sheku e me sheku me turqit, na kanë coptuar me grekët, pra nuk ka me luft në tokën e Shqipërisë, po ka paqe, ka afrim, pra për këtë u them që të gjithëve që të kthehen, të vinë në familja të gëzojnë ditën e bardhë që e kanë pritur me shekull, erdhi dita e gëzimit. Erdhi flaka, burgu, tërheqja zvarr e 3% që e kanë coptuar Shqipërinë. Pra këta janë në përfundimin e arrestimit. Gjatë lutem. Bajram Begaj drejt burgut. Profesor, ju keni thënë disa herë që zoti Begaj do arrestohet. Me sa duket tani dhe mediat po flasin njësoj. Mund të na sqaroni arsyen pse zoti Begaj rrezikon burgun? Të dashur shqiptar, unë u kam thënë dhe u them 1840 kanë qenë deputeta për 35 vjetë që në kohën e Nanos, në kohën e Berishës, dhe deri më sot që flasën. 1840 kanë qenë mashtrus, i kanë vjedhur ju, u kanë marrë pasurit ju, kanë bërë qefin e dur, kanë vajtur për dreka e për darka në për rrugët e Evropës, ata që na kanë dëmtuar në dikur, po erdhi koha të dalë në pyetja e gazetares. Gazetarja më pyet për të quajturin president. Ai të dashur shqiptar, ju e dini më mirë se mua, sidomos Labria e di fare bukur, që ai ka vjedhur Bregdetin. Ai e ka shitur Bregdetin. Kur ishte nga doktor u bë general, nga general u bë ministri mbrojtjes. Nga ministri mbrojtjes e muar nga rruga e Tiranës duke lojtur domino, e bën president. Ai bëri një gabim që ul në atë koltuk. Jo që se takonte koltukun, po do se ti u bë me rënd. Pse u bë me rënd? Ju e patë edhe vetë, dashur shqiptar. Gjukata, kushtetuta e kanë fjalën, ata të kushtetutës që të shumtit të tyre janë të George Soros, kanë vjedhur. Ajo kushtetut, presidenti gjithmonë është kryetari i kushtetutës. Që të mbrohet dhe atë kushtetut, pavarësisht se ne nuk e pranojmë atë kushtetut. Ajo është kushtetut vrasë. Pra, e dinte si ishte kushtetuta. E dinte si ishte rregull kur arrestohet njëri, ka të drejta hedhi në gjukat, dhe e merr fundin gjukata, është apo s'është në pozit, duhet të qëndronte kryetari i bashkisë apo jo. Ai e dinte shumë mirë. Por e bëri qëllimisht sepse, si thoni ju, shefi i tij
Edi Rama e uli në atë karrike, e zinte për hunde si të donte, bënte si të donte, ai person, ajo fytyrë që hoqi Skënderbeun kur erdhi turku. Ajo fytyrë që kur erdhi një rrugaç nga Franca, presidenti i Francës, i mbante ambrellën. Ja pra se uli autoritetin ton që shqiptarët në botë kanë fuqi. Që shqiptarët janë, ne jemi një gjak, jemi një fe. Pra, e uli autoritetin. Tani e uli përsëri, e prishi kushtetutën e tij. Gjithë lajmet tonë do arrestohet. Ai duhet të ishte arrestuar me kohë. Por shqiptarët e thonë më mirë vonë se kur. Ka ngelur kjo fjalë. Po unë jam dakord me atë dashur shqiptar. Më mirë vonë se kur. Këta duhet të ishte arrestuar me kohë. Që të qetësoshe shqiptarët. Që të shihni shqiptarët fëmijët e tyre që i kanë në rrugët e botës. T'i gëzonin fëmijët e tyre. Mirë një pra që si kanë gëzuar, po fëmijët e tyre që kanë ikur që me në 10-ën. Ju e mani mend shqiptarë. Në 10-a korriku, 2-shi, 3-shi, 4-a, 5-a dhe 6-a, që u mbushën ambasadat plot, kanë ikur 18 vjet, 17 vjet, 20 vjet, iknin, dhe sot janë nga 60-70 vjet. Prindrit e tyre s'kan bukë më darkë, sepse këta qëllimisht, le pasurit u amor, po u kanë dhenë $20 dhe $80 pension. Po Shqipëria kooperativa ka qenë dashur shqiptar. Do me thënë, tërë fshatrat e Shqipërisë janë kooperativa, punoni me bukëthatë, ishe komunist ose ishe komunist, aty të njëjtën e kishe. Arriti Shqipëria sa me tallonë. Tani sot që të shkon dhe një ditë të bardhë, i jep $80, ilaçi nuk ka, nuk e përkra, pra sa pensionist kanë vdekur që akoma nuk i din njerëzit, sepse fëmijët e tyre janë jashtë. Pra ne domim që të arrestoshin sa më parë që kur kam erdhur, por arrestimet po fillojnë këto ditë. Pra të dalë në presidenti i juaj, të dashur për shqiptar, por nuk është juaj, se ju nuk e keni zgjedhur, ju nuk keni zgjedhur për 35 vjet. Ajo, vota juaj nuk ka shkuar në kutit, po ka shkuar duke djegur. Ajo është programi sa do mirë të PD, sa do mirë të PS, si që patë që e muar vetë, si që patë që nuk ka zgjedhje, dhe të shim e ngrenë me të madhe këto ditë që nuk ka zgjedhje. Pra, mund të kene foton që nuk ka zgjedhje, por shkurtimisht, ky që e shini ju, që është presidenti, po aty e shini dhe Edi Rama që i ka qapluar syt, Edi Rama e ndërron dashur shqiptar. E ndërron kur ishte në përurat e Francës. E ndërron kur ishte pa buk, i pa larë. Edhe sot, thot, ku do vete unë. A i do t'jeti lumtur t'jetë në burgun e Shqipërisë. Po jo, a i do t'shkojnë në burgun e Amerikës. Për demin që i ka bërë Amerikës. Për propagandën që i ka bërë për Amerikën. Unë nuk kam thënë dashur shqiptarë. 97% janë me Amerikë. Shqiptarët kanë 2 vende. Kanë tokën e Shqiponjave, me mira vjetë, po kanë dhe tokën e Amerikës, që është për 300 e ca vjetë, ajo Amerikë i do shqiptarë. Sepse ajo Amerikë e filloi me presidentin e parë, me gjakun shqiptarë, me birin shqiptarë. Kanë qenë 3-4 presidenta. Pra, u thashe dhe njëherë, dhe u kam thënë gjithmonë, si që shini Edi Ramën, ata do kenë fatë tje në burg këtu. Regjia foton tjetër, lutem. Bien zgjedhjet e 11 majit. Profesor, ju nuk keni rreshtur së thëni se nuk ka zgjedhje, por arrestime. Zgjedhjet nuk u njohën. Mund të na thoni më shumë për javët që na presin? Shqiptaru bë bajat, që u kam thënë gjithmonë, dhe disa që shkruajnë, thonë, keni thënë do bënë, nuk ka zgjedhje, ka arrestime. Unë çdo gjë që kam thënë dashur shqiptar, është eksakt. Çdo gjë që kam thënë, nuk e them dikush më thot në telefon, po e them si është originalja dhe si është e vërteta. Në Shqipëri, 30 e ca vjet, 35 vjet, nuk janë bërë zgjedhje, po janë bërë emrime.
Dhe të fundit fare me 11 maj, ato nuk janë bërë fare zgjedhje. Për arsye, unë u kam thënë dhe o them, dhe ju e dini më mirë se mua, le dali Berisha në publik, edhe Edi Rama, të zhgojnë sa u vle lëkura, as i deputet nuk marrë. Por, ata e dini që do arestoshin, po për të shtyrë, vajtën në parlament, hynë vetë, pa vullosur nga KQZ-ja, pa emruar nga Evropa e ballkuar, që është tallur me ne gjithmonë, që kur të bëhen zgjedhjet, as ka punë Evropa dhe ne. Shqiptarët do zgjedhen. Po këto ishën të lidhura njëra me tjetër dashur shqiptar. Ata që vinë nga jashtë gjoja të shikonin zgjedhjet, ata merrin mira dollar, gjakun tuaj. Kur them gjakun tuaj, sepse kjo tokë e Shqipërisë, kjo nxjerr naftë. Çdo natë në orën 6, nga Fieri për në Vlorë, nuk pushojnë trenat nga zhurma që i bëjnë, nga nafta që e shpjen në deti. E ne dimë kush e marr, e ku shkon. Pra, tëra e minierë të dashur shqiptar, Burgjiza, toka e Shqipërisë minierë, vinë turqit këtu, lena coptuan me mira vjetë në kone Skënderbeu, po vinë këtu edhe marrin kromin, edhe e shesën kinezëve si të doj qefja tyre, dhe e paguajnë një punëtor për tërë ditën $35, që me çmimi mi ullët është në orë $150 në orë nëse punon njeri në minierë. Po talën dhe me minierë tjetër, që aty dikur ka qenë burgu, prap edhe i turku, unë i thash, por unë nuk po dëgjoj nga ata që bëjnë të minierës, që bëjnë grev, e nuk kanë erë të Spaqit ku janë, nuk kanë erdhur këtu. Turku tallet me shqiptar, por jo. Nuk do tallet dot me ne që shikojmë. Është tallu vërtet me shqiptarët, sepse i ka bashkëpunojnë me qeverinë për të ndarë parat, sepse Shqipëria, si që thash, është flori, naftë, qymbërguri, hekur nikel, çfarë nuk ka në Shqipëri. Pra, të gjitha këto pasurit i kanë bërë për veten e tyre, mendoni se do rrini. Tamam, si zvenc kryeministrja, ngrihet edhe ik natën, por nuk i thash dhe dije. Eja më përpara, dosja jote është, po dosja jote do bëhet më kriminale, sepse ike, e dije për arrestim, e dije flet në arrestimit, e dije që të kontrolluan, e dije që ku i ke parat, sa i ke bërë, dihet çdo gjë. Dhe i thash dhe i them përsëri, vetë televizori thonë që e kanë goditur në syt, ajo është më mirë të dorëzohet para se ta leminojnë, për të mbyllur të gjitha ato që ajo i di. Po ne i dim si që i di ajo, po është më mirë, nëse më dëgjon, është më mirë dorëzohu se do të leminojnë ata që të kanë bërë dhe tashi që të kanë vënë në pozitë të keqe. Ata që të muar nga Greqia, të suall këtu janë grekët që e kanë bërë këtë punë, së bashku me shqiptarët të përdorën ty si mish për top. Por, ti nëse je e menshme, nëse të kanë goditur, unë nuk i di të saktat, unë di një gjë që ti erdhe urgjent në Shqipëri, e di që vajte edhe në Durrës për të dukur, e di që vizitove me të Kosovës për çështjen e portit të Durrës, ne i dim çdo gjë. Dorëzohu para se të leminojnë. Ashtu si Qiku, ish zvenc kryeministri, hajduti, që ka patur Shqipëria më shumë se kjo, iku, i tha policia, i tha njerëz, ne i dim të gjithë i kemi në dokumenta, incizimet ne i kemi. Pra edhe ty do të gjen diçka, e do të kesh më të sigurt të dorëzohesh në Spaku, të vesh në burgu i Pogradecit, dhe atje je me sigurt dhe demin që i ke bërë kombit, tregoj të gjitha si që i dim ne, ku i ke parat këthej, a here, nëse shqiptar do të pranojnë, edhe mund të lirohesh, po çdo gjë nuk do kesh gjë në trup,
vetëm një palë kombinoshë. Nëse ti je zonja, a here fillo nga e para. Mendimi tim është të sugjeroj, dorëzohu sa më parë në SPAK. Dorëzohu në këtë minutë që po flas, që do esh me sigurt. Nëse ty nuk të jipet, nëse ty nuk të dhimbë se tjeta, rri aty ku je, kur vinë të arresojnë sot o nesër ku të dijej. Po është më mirë, dorëzohu, e të mërëm të thash, eja më përpara, dorëzohu ne dim ku ishe në Evropë. Unë e thash, ashtu si që është ai tjetri në Zvicër, ne dim ku është. Edhe atë do të sjellëm ne. Shumë shpejt do të sjellëm, ne dim ku ndodhet, ku fle, ku ha, e ku shëtit dhe kemë të takoj. Pra, gazetare, unë e kam thënë për zgjedhjet, e bëj bajat, them edhe njëherë, nuk ka zgjedhje në Shqipëri, po ka vetëm arrestime. Ju e pat vetë dashur shqiptar të quajtur parlament. A e për qa flisit, të gjitha ata që i bën një pyetje SPAK-ut, të gjitha ata janë për burg. Pse janë lënë jashtë? Është lënë jashtë i quajtur doktor Sheu, doka, që janë këto emra. Të gjitha ata që i dërguan pyetje, të gjitha ata janë për të arrestuar. Ata e kanë dëmtuar këtë kom. Kurse nga pëse ishën e heshtje, se e din. E din se sa më shumë të flaq, sa më shumë të bërtaq, ajo dosja më shumë ngjitet. Pra, gazetare shkurtimisht se u bë bajat pune 11 majt, nuk ishe zgjedhje, po ka vetëm arrestime, sepse po t'ishe bërë më 11 maj arrestimet, do ishen pak më të vogla, kurse tani numri është, nuk bëhet llogari, dashur shqiptar. Nuk bëhet llogari. Është numër shumë i madh. Dhe dikush më ka dërguar mua dhe më thot, por mi mo Pilinçi, me taksat tona do ve në burg. Jo, dashur shqiptar. Taksa ju s'kini fare. Ju minit $80 pensionist. Shqipëria është në pension. Të rinë s'kini. Kanë ikur. Ju ini në pension. Paguajnë për 800.000 shqiptar. Janë 420.000 pensionistë. Paguajnë gjoja 800.000 që marrën para vetë. A i shini vetë dashur shqiptar, më çdo komune, më çdo bashki, vetëm mira njerëz. E New Yorku që është 11 milion, nuk ka aq sa që kishte bashkia e Tiranës. Por, i ka që i paguante gjoja për vota. Por, që shkojnë në për kafenet, edhe trokasën thonë, jemi shumë mirë ne. Me njeri tjetrin, njeri Shan Berishin, po që dy janë tin kallëpi. Pra, s'kan që bejt me, e ata që flisnin, ne i dim, keni përfunduar. Dhe ata që shkruajnë keq, ne i dim. Edhe ata që kanë dalë, që flasën në për internet, në YouTube, dhe TikToks, që flasin, kanë qenë oficera. Fillojnë dhe flasin për i përçajnë shqiptarët, po flasën për çështje ushtarake. Edhe gjithmonë e nxjerrën, edhe emrat i kemi, e din vetë ata se po më dëgjojnë, u them ndaloni se po gaboni. Po bëni Kinën e Rusët më të fortë se Amerika. Të dashur shqiptar, deti jonë është, po ta shikosh Sazani, është me armatime më moderne që ka patur historia e globit. Janë Amerikanë. Janë ata që do shpëtojnë kombin tonë. Janë ata që do shpëtojnë vendin tonë, dashur shqiptar. Pra, ka ardhur koha që shqiptarët të bashkohen. Ka ardhur koha që këta 3% që drejtojnë burgut vetë. A ke diçka për të shtuar, profesor? Unë s'kam asgjë për të thënë tjetër, vetëm u them shqiptarëve, u erdhi dita e gëzimit. Ju lutem shumë prindrit që janë të vjetër, lajmëroni fëmijët tuaj, kudo që ndodhen, nuk është turp se të vinë se janë pa para në për rrugët e Evropës, nuk paguajnë dot qiran aty ku janë, se nuk i le francezi që të bëjnë para, po i paguajnë në atë mënyrë që të paguajnë qiran, paguajnë ushqimet dhe dalën zero.
Janë shumë shqiptarë të dashur shqiptarë në Evropë e në Amerikë. Nuk vinë dot të presën biletën. Nuk vinë dot të presën biletën të vinë në tokën e tyre. Unë u bithiri të gjithë shqiptarëve që ndodhen jashtë oqeanit, për te detit ton Adriatik. E janë i sa më parë. Ndihmoni shqiptar njëri tjetrin. E janë në tokën e tuaj ta gëzoni. Ju jeni mësuar jashtë atë dheut. Ju jeni bërë kuzhiner, ju jeni inxhinier, ju jeni doktor. Çfarë? S'po dëgjoj nga ju që keni mbaruar shkollat më të mira, sepse shqiptari ka patur dëshirë të bëj shkollë, por nuk ka qenë i lejueshëm. E janë pra, Shqipëria kërkon shumë inxhinier. Shqipëria kërkon vërtet doktor të mirë. Kërkon inxhinier të mirë. Kërkon infirmier të mirë. Sepse deri sot dashur shqiptar, spitalet janë bërë, duhet shpesh edhe organin me vete, batanie, si i themi ne. Edhe jastekun. Po kur të vish në dera e spitalit, do paguash rojen për herë të parë. Atë rëqërin e porta, se së le të ysh. Kur të ysh atje do paguash infirmierën. Do paguash pastruesen. Kurse disa doktor rrinë me thikan në xhep që të aperojnë. Që nuk kanë, nuk është i smur për aperim. E ka zënë një temperaturë dhe do aperojsh. Përse të aperojnë? Që ti kërkoj para. Shqiptari nuk ka para. Po ne kemi zakon, kemi kërkuar dhe një i tjetër. Kështu e kemi kaluar këto 100 vjetë. Kush kërkon të një finxhan vaj, një finxhan sheqer, kush i thoshte më jep 500 lekë të t'i jap muajin tjetër, sepse njemi me njëri tjetër. Po ka ardhur koha dashur shqiptar, që shqiptari ka çdo gjë në tokën e Shqipërisë. Gjithë hotelet që i shihni, të gjithë vilat që i shihni, nuk janë të shqiptarëve dashur shqiptar, po janë të atyre që na kanë korruptuar, janë të atyre që na kanë varë gjyshrat e tyre, edhe baballarët e tyre. Janë ata që na kanë coptuar Shqipërinë dashur shqiptar. Të mos shkojmë më 12-ën, 18-ën, po të shkojmë në luftën e dytë botërore. Janë ata me firmë të dhënë Churchilli me Stalin, 2 bolshevikët, e coptuan Shqipërinë. Çfarë nuk bën në Shqipëri? Ju e dini më mirë se mua, që po më dëgjoni. E bën Shqipërinë kam përqendrimi. Dikush mund të thotë, po jo të Shqipëria, po e të Shqipëria. Mund t'jap shembull dashur shqiptar. Nëse ti ishe në Tiranë, babademi si i themi ne, i lindur, dhe kishe dëshirë të vinje në Durrës, në Elbasan, Korçë, Pogradec, Vlorë, s'të linte njëri. Nuk ti të lej, po nuk ishe izoluar ti. Po nëse ti të vinte i mik në Tiranë, leri në vende tjera që s'kishe fuqi fare, po Tirana që quhej kryeqyteti i Shqipërisë, kryeqyteti i bolshevikëve, kryeqyteti i biros kombëtar, biros politike. Nëse ti letishe ushtarak, nëse fëmia jote, gruaja jote do vinte mirë të bukë në dyqani i bukës, e dini sa vete ishe? Një bukë, o një bukë e gjysmë. Nëse ti kërkonje më tepër 50 gram, pyetja ishte, kush ka erdhur? Përgjigja do kuqe në fytyrë, më ka ardhur një mik. Para se të shkonte në shtëpi, ai polici i lagjes do vinte të trokiste më derë. Kush ishte? Pra, nuk ishte Shqipëria e rrethuar me tela me gjemba? Nuk ishte Shqipëria që nga 44 dhe deri më 74 i vran patriotët, që në jug, në veri, i vran Tropoj, i vran Malësia e Madhe, i vran Shkodër, kudo qytetet, Korçë, Kulturë, i vran fëmijët e tyre i burgosën, niprat e tyre në përkampjet e trajnimit me 600 gram bukë. Kurse kooperativistët punonin pa bukë, se nuk u jepte rrogë, po u jepte pika. A nuk ishte kam përqendrimi ky dashur shqiptar? E pas zgjoni. Zgjoni se u erdhi dita juaj. U them zgjoni se u erdhi dita juaj. Mjalla matitën dhe për kafene.
O, dorim, është i mirë ky jati. Ishte i mira e përpara se ky. Mja, llamatitët, po shkoni në shtëpi dhe ngreuni kërkoni të drejtën tuaj, jo të bëni revolt. Se revolt nuk u lem të bëni. Pra, o shqiptarët e mi ku do që jeni. Ne unë qeverin teknike kemi bërë. Unë zora dhe dije ministrat që i thrita urgjent. I pat edhe vetë e regjizori mund të nëzjeri dhe fotografi që ose ka, ti shikoni edhe një herë. I thrita urgjent për qëllim, ti e ngati. Të shkojmë në zyrat që ti shërbejnë shqiptarve, që do t'jenë shërbëtorët e shqiptarve, që foto që po shihni, janë njerëzit më të aftë të dashur shqiptarë. Janë njerëzit që kanë erdhur vullnetarë që e duan kombin e Shqipërisë. Janë njerëz që kanë erdhur që punojnë nga 30 vjet nga jashtë. 90% nga ata që shihni janë të erdhur nga jashtë. Do me thënë, shqiptarë, po kanë 30 vjet që kanë ikur, që e duan kombin të lirë. Disa nga ata janë të pasur në Evropë. Punojnë punëtor, francez o italian për ta, por jo. Atyre buka u duket e hidhur në vendin e botës. Buka është me embël në Shqipëri. Kanë erdhur për ju për të shërber ju. Po unë u kam thënë dhe u t'i nxjerr shumë shpejt, ne janë 13 ministra dashur shqiptar. Jeni të bindur. Janë 3 drejtori qendrore. Është policia, është që është tani kombëtarja, quhet FBI-ja shqiptare, plus FBI shqiptare. Që do kontrolloj jo vetëm Shqipërinë, po dhe jashtë shtetit. Që do kontrolloj edhe ku është $1 që është fshehur, dhe i dim. Por ka shumë që janë fshehur në për disa vende të huaja, në përsa njerëz që janë francez në Francë, në Ingilterë, janë hotelet dashur shqiptar. E janë i sa më parë, e janë i të bëheni ambasador, e janë i të bëheni doktor, spitali do t'jetë privat, asnjë shqiptar nuk do të paguaj, sepse çdo shqiptar që ka punuar në për kooperativa, ajo ka që Shqipëria ferma e kooperativa, sidomos 90% ishte kooperativa. Dhe 10% ka qenë ferma. Ata marrën nga $80 sot. Ata do të kenë pensionit të paktën $600. Dhe inshurancë komplet të vetë në spital sa herë të duan. Ilaqet pa para. Policia do filloj me $1.200 dashur shqiptar. Më 2 javë. Arsimi të paktën fillon nga klase e parë fushnjore, do marrë $1.000. Të paktën, profesor si pas kategorisë, u them profesor, jo këta profesori që janë me diploma falso. Këta e kanë burgun për të shkuar. Doktor do marrë rrogë të mirë, jo si këta doktor që mbajnë thikat me vete dhe i qofse vete një femër shtatzane për të lindur, e aperojnë. Për t'i marrë parat, e mbajnë 5-6 ditë në spital. Një me 10 femra, besoj se 2 të dhenat që kam, nuk aperojnë. Të gjitha aperojnë. Le që aperojnë, po i thonë, ne doam kaq para për çdo ditë. S'japën edhe fëmijë. Këta rrugaç. Që njeri që është doktor, edhe hasmin ka drejt ta shërojë. Por nëse është doktor aq i mirë, unë e di që rroga është e ulët. Po të llogarisi. Një pensioner merr $80. Ta pavarësisht se doktori sa merr. Po ashtu ka qenë situata. Se doktor do paguajnë jashtëzakonisht mirë. Do jenë të gjitha private. Bankat do të jenë të gjitha private. Dikush mund të thotë, po jo nga këta që janë këtu. Në 10-ta do të bëjmë ne tashim 2025, si në 10-ta, 0. Fillon nga e para. Ai që është i Zoti, bëhet pasuni. Pavarësisht se do ketë një hotel. Këtu do bëhet kampi mi bukur i turizmit. Si behar dhe dimër dashur shqiptar. Miliona njerëz do vinë këtu sepse klima e shqiptarëve
është e bukur. Çfarë nuk ka këtu? Por këtu ka penguar, sepse këtu kanë qenë këto 100 vjet janë vënë hajdutët në krye. Kriminalët, jo kriminalët zorin, burra, triba, kriminal hajdut, rrugaq. Se nuk i thonë kriminal një njeri që vret njeri tjetrin, qëllimisht për pazare. Pra, unë po e mbaroj dashur shqiptar, po e theme njëherë për të fundit, zëvendës kryeministre, dorëzohu para se ata që të kanë mësuar e mund të eliminojnë, dorëzohu urgjent me njëherë, mos e zgjatë më tutje, mos të gjo absolutisht asë njëri, dorëzohu. Ashtu, si do dorëzua gjyshi tënd, po ai gjyshi tënd më në fund tha, duke vrarë rroft bolshevikët, rroft komunizmi. Kurse ti ere, thuaj rroft Shqipëria, mos thuaj rroft Greqia. Pra, eja sa më parë dorëzohu. Dashur shqiptar, ne do shihemi nesër, duroni të gjithë do arrestohen, pa përjashtim të dyja partit ka shumë arrestime. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër dhe më të më falni, se duhet ishe me 6, po si që kam thënë, shumë njerëz, me qindra njerëz vinë për të regjistruar, për të zënë vendin e tyre. Jo për të bëjstuare, për të bërë gallat. Por kanë erdhur se e duan kombin, e duan Shqipërinë dhe kanë erdhur, kanë eksperiment që din çdo gjë të bëjnë, janë inxhinera, janë doktora, janë profesora, janë filozof, janë shkrimtar, kanë erdhur nga gjithë vendet e Evropës. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër, patjetër në orën 6, nëse vonohem prapë të më falni, sepse nuk mund t'i kthej njerëzit mbrapa. Kam të drejtë t'i sqaroj, pavarësisht se çdo ditë nuk takoj shumë njerëz, ikin, s'kam çu bëjmë. Pra dashur shqiptarë njëherë, natën e mirë, gjumën e ëmbël, do shihni shumë gjëra, mos dëgjoni televizor, se televizori çdo gjë që thonë nuk është e vërtetë. E mashtrojnë, e dofta dhe për zëvendës kryeministren, e kanë mashtruar dofta që thonë është goditur. Pra, natën e mirë, e mirupafshim nesër. Falenderoj profesor. Të dashur miq, jemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.